Në orët e para të mëngjesit të sotëm është tentuar të grabitet një argjendari në qytetin e Pogradecit. Pronari i argjendarisë, Lutfi Alia, tregon se kjo nuk është hera e parë që biznesi i tij bëhet objekt sulmi, ndërsa autorët ende nuk janë identifikuar. Ai thekson se në rastet e mëparshme janë marrë sende me vlerë, ndërsa këtë herë pas aktivizimit të alarmit, autorët janë larguar pa arritur të marrin asgjë. Sipas pamjeve të kamerave të sigurisë, bëhet fjalë për 3 persona të maskuar, të cilët kanë tentuar të hapin dyqanin duke përdorur një kriko makine. Në orën 3:30 është hapur dyqanin me kriko makine. Është hapur, ka rënë sistemi alarmit edhe kanë ikur ata, nuk kanë trazuar absolutisht asnjë gjë. Dyqani im është vjedhur mbi 3 herë, gjatë kohës që unë e kam hapur si biznes. Dëmi pësi ka qenë i madh mbi 15.000 euro. Kemi frikë për biznesin, nuk shesim dot, nuk qëndrojmë dot. Pronari shton se nga grabitjet e mëparshme ka pësuar dëme të konsiderueshme, që kapin vlerën mbi 15.000 euro, dhe shpreson që këtë herë policia të bëjë të mundur identifikimin dhe kapjen e autorëve, pasi rasti është i përsëritur.